Nisja drejt të panjohurës. Kam mbushur 16 vjeç dhe ndjej se bota po më pret për të më sfiduar. Prindrit më dërguan në Suedi për një program shkëmbimi kulturor. Ishte një hap i madh për mua, një vend i largët, me gjuhë të huaj, njerëz të ndryshëm dhe zakone të pazakonta. Fillimisht, çdo gjë më dukej e frikshme, rrugët e shtruara, njerëzit që shpesh kalonin pranë meje pa ndaluar dhe moti i ftohtë që më bëri të kuptoja sa shumë më mungonte dielli i shtëpisë. Takimi i pazakont. Në një nga ditët e para, njoha Alinën, një grua rreth 60-ave, e cila ishte një lloj mentoreje lokale për studentët e huaj. Ajo më ndihmoi të mësoja gjuhën, të kuptoja kulturën dhe madje më tregoi vende që nuk ishin në udhëzuesi turistik. Fillimisht mendova se takimi me të do të ishte vetëm një eksperiencë e zakonshme, por shpejt zbulova se kishte një mënyrë të veçantë për të më mësuar jo vetëm gjuhën, por edhe jetën. Ajo më tregoi se mosha nuk është kufizim për miqsinë, dijen dhe përvojat që mund të ndahen. Me të, vizituam muze, kafene, lokale dhe parqe të mbushura me dritë dimri. Çdo takim ishte një mësim i ri, një histori për jetën dhe sfidat e saj. Aventurat e reja. Shumë shpejt ndjeva një liri të papërshkrueshme. Mund të shkoja vetë në qytet, të flisja me njerëz të rinj dhe të përjetoja momente të vogla që më bënin të ndjehesha i madh. Një ditë, Elina më propozoi të vizitonim një fshat malor larg qytetit. Unë ngritëm në mëngjes me trenin e hershëm dhe rruga ishte e mbushur me borë dhe drurë të bardhë. Ajo që më mësoi të respektoj natyrën, të vlerësoj bukurinë e vogël dhe të mos kem frikë të pyes për çdo gjë që më intrigonte. Gjatë këtyre ditëve nuk munguan momentet komike. Humbëm rrugën, u përplasëm me një grup turistësh të huaj dhe përfunduam duke u ngazëllyer në një kafene të vogël që shërbente vetëm ëmbëlsira tradicionale suedeze. Por çdo pengesë bëi një kujtim i paharrueshëm dhe një mësim i vlefshëm për të qëndruar i qetë dhe i hapur ndaj botës. Mësimi i jetës. Nga çdo bisedë dhe aventurë me Elinën kuptova se moshat nuk janë bariera për njohjen e njerëzve. Ajo më tregoi histori të jetës së saj, dashuri, humbje dhe vendime të guximshme. Nga ajo mësova se respekti, mirësia dhe kurreshtja për jetën janë gjëra që nuk plaken kurrë. Në çdo ditë që kalonte, ndihesha më i sigurt, më i pavarur dhe më i hapur ndaj botës. Një fund i hapur. Kur programi përfundoi, më erdhi shumë keq të ndahesha nga Suedia dhe nga miqësitë që kisha krijuar, por kuptova një gjë të rëndësishme. Çdo eksperiencë, çdo person që takohet në jetë, lë një gjurmë. Ajo nuk është vetëm një mësim i momentit, por një mënyrë për të rritur dhe për të parë botën me sy më të hapur. Dhe kështu kthehem në vendlindjen time, jo vetëm si një 16 vjeçar që ka udhëtuar në një vend të huaj, por si një djalë që ka mësuar të respektoj, të kuptoj dhe të vlerësoj çdo moshë, çdo kulturë dhe çdo përvojë që jeta i sjell.